Majësia Madhe kryetar është një trep që jo vetëm ka histori dhe legjenda për të rrëfyer, por edhe bukuri dhe panorama për të shpalosur. Dhe festa e liçenit këtë vit vjen ndryshe sepse tashmë ajo është rezervë biosfere UNESCO-s dhe nuk i përket vetëm Shkodrës, Majësisë Madhe apo treva të banuara të Malit Lëzi, por gjithë botës, apo jo? Kuptohet liçeni i Shkodrës është një pasuri e madhe natyrore dhe pikërisht për këtë do vetë bëjmë festë ku të rritë të rejat vinë këto. Këtë vit kena bërë një konkurs pikturet. Mund të mësi pjesë e fëmijëve, mund të realizojnë edhe pejsazhet të liçenit Shkodrës. Këtu është një ndër pikat më të bukura të pjesës liçenit Shkodrës në territorin e Shqipërisë. Është syri i Sheganit dhe realisht vinë turistat huaj, vinë shqiptar, njëkohësisht edhe vite më përpara, por sot për ditë frekuentohet edhe më shumë. Kuptohet që në paketën e investimeve janë planifikuar edhe disa investime këtu, një rrugë që t'i shkojnë fikse kësaj zonë, me gjerësinë e duhur, me infrastrukturën e duhur, edhe shpresoj që shumë shpejt do të realizohet, që do të ketë një efektivitet shumë të madh për që ba nim banorëve, turistëve që vinë në këtë zonë. Sa i rëndësishëm është kryetar sektori i turizmit për Bashkinë e Majësisë Madhe dhe çfarë risish ka këtë vit në raport me vitin e kaluar? Jo vetëm këtu ku jemi syri i Sheganit, është siç u thash pak më parë, është një pasuri e çmuar, por krejt vija e liçenit Shkodrës është tejsisht e çmuar, janë disa investime të rëndësishme që janë bërë në këtë zonë dhe realisht Majësia e Madhe përveç turizmit liçenor kuptohet që ka edhe turizmin malor. Mirë po mund të them që po ta llogarisë gjatë vitit një suport i jashtëzakonshëm është pjesa e turizmit, që edhe këtë vit ka një mërit huaj shqiptoj vizitojnë Malsinë e Madhe dhe Shqipërinë, dhe sa më shumë që të angazhohen bizneset investitorët, normalisht aq më shumë do marrin jetë kjo zonë. Mendoj që janë kushtet drejt një përmirësimi shumë të mirë. Pra nëse e marrim para disa viteve ishte në tërësi problem si zonë, si për liçenit. Këtë vit do realizohen disa investime shumë të rëndësishme për zonën, linja elektrike në drejtim të Tamares, në drejtim të Bogës dhe të Thetit dhe të Razmes, njëkohësisht edhe sipas planifikimit që kanë bërë, do ndërhyet edhe në rrjetet të mbrëmshme për të pas energji të bollshme dhe bizneset të kenë mundësi që të punojnë lirshëm. E njëjta gjë është edhe për ujë, ku po bëhen disa investime, priten edhe disa investime deri në fund vitit. Pritet një investim në zonën e Grumirës. Këto në bazë është faza e dytë e ujësisë që po investohet. Në Tamare po e njëjta gjë, janë të dyja investime në proces, pra që janë duke punuar kompanitë që kanë fituar tendrat dhe mund të them që ka punë për të bërë Majësia e Madhe, por është bërë shumë punë. Dhe diçka e fundit për ta mbyllur, duke qenë se jemi te festa e liçenit, a ka ardhur koha ndoshta që bashkitë që lagën nga liçeni i Shkodrës të bashkëpunojnë më shumë me njëra tjetrën, qoftë edhe pjesën e Malëzit, për të ndërtuar një tur të veçantë që i përket lundrimit në liçenin e Shkodrës?
Po, realisht në anën e këtejshme, ne kena një projekt përbashkët me Bashkinë e Shkodrës, rrugën e biçikletave. Kuptohet që nismat janë të përbashkët, koordinuar nga qeveria, pra nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, dhe janë me të vërtet të rëndësishme që edhe me Malnezit punojmë së bashkut, sepse liçeni ka nevojë edhe për mirëmbajtje, pra është një pasuri e përbashkët, një pasuri jo thjesht e vetëm e shqiptarëve pa Malnezi, po është e krejt rajonit dhe normalisht edhe mundësia për të thithë investime është jo e vogël, pa është konkrete, kur krejt kjo që unë thash më pranë është e përbashkët për të fituar një projekt qoftë edhe madhor për liçenin e Shkodrës.